Shqipëria renditet në vendin e 68 mes 181 shteteve në indeksin global të grave, paqes dhe sigurisë, një nga vlerësimet më të rëndësishme ndërkombëtare për cilësinë e jetës së grave. Indeksi publikohet nga Georgetown Institute for Human, Peace and Security dhe vlerëson vendet përmes 13 treguesve të ndarë në 3 shtylla kryesore: përfshirjen, drejtësinë dhe sigurinë. Në analizë përfshihen elementë si pjesëmarrja grave në tregun e punës, niveli i arsimit, përfaqësimi politik, mbrojtja ligjore, përfshirja financiare, aksesi në shërbimet shëndetësore dhe niveli i dhunës ndaj grave. Rezultatet tregojnë se vendet nordike vijojnë të jenë liderët global për mirëqenien e grave. Në krye të renditjes pozicionohet Danimarka, e ndjekur nga Islanda, Norvegjia, Suedia dhe Finlanda. Dhjetëshën e parë plotësojnë Luksemburgu, Belgjika, Holanda, Austria dhe Zelanda e Re. Në skajnë tjetër të renditjes ndodhet Afganistani, i cili renditet i fundit me një rezultat më pak se 1/3 e atij të Danimarkës. Sipas raportit, suksesi i vendeve nordike lidhet me nivelet e larta të arsimit dhe punësimit të grave, mbrojtjen e fortë ligjore, përfaqësimi në vendimarrje, aksesi në financa dhe shëndetësi, si dhe me nivelet e ulta të dhunës. Institucionet e qëndrueshme dhe politikat sociale kanë luajtur një rol kyç në krijimin e një mjedisi më të sigurt dhe më gjithëpërfshirës për gratë. Raporti evidenton gjithashtu një ndarje të fortë gjeografike. Vendet e prekura nga konfliktet dhe paqëndrueshmëria politike dominojnë në fund të listës. Mbi 70% e grave që jetojnë në 12 vendet me performancën më të dobët ndodhen brenda 50 kilometrave nga zonat e konfliktit të armatosur, çka i ekspozon ndaj rrezikut më të lartë për zhvendosje të detyruar me dhunën me bazë gjinore. Autorët e indeksit theksojnë se mirëqenia e grave është një tregues i rëndësishëm edhe për zhvillimin e përgjithshëm të një shoqërie. Vendet që ofrojnë më shumë mundësi ekonomike, mbrojtje ligjore, kujdes shëndetësor cilësor dhe nivele më të ulta dhune, priren të kenë edhe institucione më të forta dhe shoqëri më të qëndrueshme. Për Shqipërinë, pozicioni në vendin e 68 e vendos vendin në mesin e renditjes globale, duke treguar se ka ende hapësirë për përmirësim në treguesit që lidhen me përfshirjen ekonomike, sigurinë dhe mbrojtjen e të drejtave të grave.